po ti si e ki pa fakt këtë konkurrencë? Konkurrenca në futsal vitet e fundit normal pak është të ra, për shkak se Superliga që tha presidenti shpenzimet normal është po kushton shpenzimet e mëdha, edhe promovimi nuk është sa duhet. Në Kosovë mirë po me ardhin e kryetarit futsallit Isnit Xhenovci, ka bërë do politikat mire që do të me përgëzu, e ka bërë 2 shkojnë direkt edhe një me play-off, edhe 6 shkojnë play-off në Superligës, që i ka shty pak se do pak ekipa tjera që mendojnë të ardhmen me stimulu, do me qenë konkurës. Edhe normal, si sfit tonën që i kena dash pjesën e 2 kampionatit, normal, besoj që me përgatitje, do t'ja arrim synimin tonë, shpollën kampion, ka shi potencialit që kem na, si ekip, me kundërshtartën mendoj që ishtë do të me marrë maksimumin e pikëve. Mirë po, edhe në anën tjetër me këshër, nuk është keq, jem të parë si në tabelë.